E para, turoj që nemen të pavarësimit tjesh në parlament, se është diçka tjetër përcaktimi pavarësimit partisë, është këtë diçka tjetër tjesh vetëm njeri nga një parti e madhe. Parasysh se përcaktimi i pavarësimit është një guxim. Dhe magron ata që marrin guximin për me bo parti. Marrin dhe kosa. Jo, do me thonë, e kanë një qëllim dhe realisht e kanë synimin e vetë. Guximi realisht është mranda saj, është dije, është infrastrukturë, është lek, është gjitha ato që tash i ke përjetuar, parasysh se individualisht ke bën një betej, tash bën një betej me një koncept, me një parti. Kështu që kush do që të thotë diçka tjetër, gabon, parasysh se përcaktimi i pavarësimit është gjëja më e rëndësishme të njeriu mas pari, e pastaj të koncepti. E dyta, unë e di që kur ke dal nga një koncept i Partisë Demokratike ose nga një e djathtë, ti ke pas disa çështje rrugës, mas pari krijimin e besimit, parasysh se ke dal në një fazë kur Partia Demokratike ka qenë në shkapërderdhje sipër për shkak të përplasjeve të mbrojtësme. Pastaj ajo faza tjetër e krijimit të lojalitetit, parasysh se një njeri e don mas pari përveç besimit, don edhe lojalitetin, ngritja e infrastrukturës, arritja e informacionit te periferia, parasysh se derisa ta mësojnë emrin e partisë, mund ta njohin vetëm individin, por partia është problem, dhe beteja e jote ka qenë në kryqëzet ose në Trekançin, hiq edhe Vlorën, në Trekançin Durrës, Elbasan, edhe Tiranë, plus Vlora, që është edhe pjesa e jetës tande. Hyrja në parlament, dhe më thënë, është mbi këto karakteristika. Tash është një betejë tjetër. Kjo betejë e pavarësimit agron e dën një diskurs, një betejë pa kompromis, ku është vija kuqe e kompromiseve për shtetin dhe ku është vija e kuqe për Partinë Socialiste. Parasysh se për Partinë Demokratike do ta bëj edhe një pyetje tjetër. Shiko, nëse kuptova mirë pyetjen, Po. ti po thua... Vija e kuqe me Partinë Socialiste? Jo, e ka më shumë ku mbaron lufta kundër Partisë Socialiste. Edhe kur fillon e drejta për mi shërby shtetit, edhe me Partinë Socialiste. Atëherë, shiko, çështja është këtu. Betejat që unë kam bërë në parlament si përfaqësues i Partisë Demokratike, kam patur vetëm një qëllim, interesin publik. Interesin publik, çdo gjë që kam bërë, ka qenë në favor të interesit publik. Dhe çdo limit dhe kufiri i kornizës brenda të cilës kam vepruar, ka qenë gjithmonë interesi publik. Çdo herë kam pyetur veten në atë që kam bërë, në betejë, atë që kam bërë, kjo është në interes të publikut apo s'është në interes të publikut. Kështu që ky mbetet limiti, kjo mbetet vija e kuqe. Edhe kur ka qenë kundër interesit tim personal, e kam bërë prapë betejën, sepse kam menduar që në atë mënyrë po bëj interesin e qytetarëve. Kam bërë beteja me ministra, me deputet dhe me kryeministrin vet, ku qartësisht janë interpretuar nga ana tjetër si betejat mia personale kundër atyre si individ, dhe nuk kam ndaluar sepse kam qenë bindur që ato nuk kanë qenë betejat mia personale, kanë qenë beteja në favor dhe në interes të publikut. Dhe kjo do vazhdoj të jetë ajo që mua Shqetësoj dhe të punoj. Brenda kësaj kornize unë do veproj. Nuk ka asnjë dyshim. Unë kam shumë të qartë se çfarë është interesi i qytetarëve dhe respekti i institucioneve. Dhe çfarë është lufta kundër abuzimit me pushtetin, vjedhjes, korrupsionit, duke folur vetëm me raste konkrete, të verifikueshme, pa spekuluar, pa bërë akuza që kanë qenë të pabaza. Kur nuk kam bërë asnjë akuzë dhe kur nuk kam shkuar përtej, se është shumë e thjeshtë që ti të nisesh nga një dyshim dhe ta kthesh atë dyshimin në një akuzë që shkon përtej fakteve dhe përtej provave. Gjithmonë kam folur me fakte, gjithmonë kam folur me prova. Dhe këtë e kam bërë dhe do vazhdoj ta bëj në parlament. Magron, unë jam i vetëdijshëm, të kam përcjell publikisht, ti kur asnjëherë nuk pretendon që të krijosh dëshira, edhe ato dëshira pastaj të shndron në fakte. Përkundrazi ti je njeri i cili
ki akuza faktike, pastaj e ndërton diskursin. Ky është modeli yt. Po tash, kur jemi te kjo, ky diskurs do të duhet në parlament. Dhe ti ke ky është sukses i madh mi pas 2 deputet, për ata të cilët e din që është betejë fillestare, është një sukses i jashtëzakonshëm. Por suksesi nuk përfundon nëse nuk e rrit diskursi brenda parlamentit dhe brenda asaj që quhet betejë për kryqëtet. Ju e dini që kryqëteti është betejë më e madhe e partive të vogla për të arritur suksesin, për arsye se aty është informacioni i parë, aty është betejë me pushtetin, aty është betejë intelektualëve kundër pushtetit. Edhe është një popullsi e cila e ka informacionin e parë. Besoj që ajo që duhet të bëni i keni zgjedhjet lokale së shpejti. Ndoshta betejën, ndoshta zgjedhjet edhe për Tiranën. A jeni në gjendje si agron që të konkuroni vetë në një betejë për Tiranën, për të ndërtuar edhe diskursin, edhe guximin, siç e keni pas në formimin e partisë, edhe në qoftë se humbni. Dhe kur po them këtë, a jeni meqense e keni një deklarim kështu pa ekuivoke, unë jam i djathtë dhe pikë. Çka mund, meqense e djathta në këtë moment që është opozit, Partia Demokratike, nuk do të rritet, po do të shkërmoqet. Ky është mendimi im. Për shkak të ju e keni një po themi një ambar bukur të madh të votave, edhe të papërcaktuarve, edhe të djallëve, por edhe ata të cilët në një farë mënyrë në kryeqytet ju adhurojnë. Cila është betejë e jote e ardhme politike, duke përfshi diskursin në parlament edhe betejën në kryeqytet? Tani, në lidhje me Bashkinë e Tiranës, shpejt për të shprehur, ne duhet akoma të mund të jetë tani shpejt ajo. Dakor, po nuk e kemi diskutuar, do ta diskutojmë brenda. Unë po të pyes ty si agron. Si agron, unë nuk mund të jap mendimin tim personal, po do jap mendimin, unë jam kryetari i Partisë Mundësia dhe nuk mund të them, po thash unë tani se çfarë mendoj unë, i bie që de facto kam marrë një vendim. Me pyet, Po, jo, dakor. Ky është një vendim që duhet merret brenda strukturave të Partisë Mundësia. Në lidhje... Kur thash a do kandidosh, kjo është arsyeja që një kandidat dhe një parti rritet brenda një horizonti të një kryeqyteti. Është diçka që duhet diskutuar, një çështje shumë e rëndësishme, për cilën duhet diskutuar brenda strukturave të Partisë Mundësia. Do ishte mungesë respekti për strukturat nëse unë tani do vija këtu dhe të jepja një mendim që de facto pastaj mund të interpretohet si vendim dhe jo si mendim. Shiko, por edhe kjo, pavarësisht vendimit që ne do marrim, është një vendim i rëndësishëm se çfarë do bëjmë, por ne vazhdojmë të qëndrojmë mendimit tonë dhe vizionit tonë. Kemi një projekt politik afatgjatë. Ky është hapi i parë, do jetë një hap i rëndësishëm, pjesëmarrja dhe se do marrim pjesë në zgjedhjet vendore, opozita në parlament që ne do bëjmë jo vetëm si 2 deputet, po dhe si 2 deputet të zgjedhur me votën e atyre që kanë zgjedhur Partinë Mundësia për të përfaqësuar në parlament. Mos harrojmë, është shumë e rëndësishme. Këta mund të shikojmë... 20 e sa mijë njerëz janë shumë. Ne mund të shikojmë si 2 deputet, por ne mund të shikojmë edhe si një hap i rëndësishëm për të gjithë ata që na shikonin me dyshim, që nuk kishin asnjë besim, mund të kishin dashamirësi, por nuk kishin asnjë besim që ne do ja dilnim, dhe është e pamohueshme me që përmendë Tiranën, që ne si forcë politike kemi patur një rezultat le themi të jashtëzakonshëm, sidomos në Tiranë. Jo vetëm sidomos në Tiranë, po sidomos në qendrën e Tiranës. Po të marrim 2 degët 5 dhe 7 dhe 10 që mbulojnë pjesën qendrore të Tiranës, ne aty kemi një rezultat që pothuajse 8%. Kështu që është përtej çdo pritshmërie që kanë patur të tjerët. Është një rezultat i inkurajues dhe që na bën të mendojmë që mesazhi ynë, vizioni ynë përqafohet nga një pjesë e mirë e shoqërisë, mund të themi edhe nga pjesa më e zhvilluar e shoqërisë. Këto e tregun votuesit, po ma thuj... Tani, kështu që duhet të vazhdojmë të punojmë në të njëjtën mënyrë që kemi punuar deri më sot, të vetëdijshëm që na pret një rrugtim i gjatë, dhe jo i shkurtër, të paktën jo i shkurtër, duhet vazhdojmë kokën poshtë edhe punë. Çfarë do thotë punë në parlament? Punë do thotë të përfaqësosh interesin e qytetarëve
dhe jo interesin tënd personal. Jo, Që të vazhdosh... Agron, edhe njerë të vazhdojnë, se përparësia e jotës si lider i ri është në 2 pika, se 2 liderët e 2 partive të mëdha, realisht janë në shkurje sipër. Po s'paku kështu, po them politikisht. Pastaj sa zgjatë është çështje e tyre, po dhe momenti parë është përparësia e juaj për një garë të ardhshme politike. Prandaj thash çfarë do bësh dhe si do t'jetë diskursi. Me qenë se nuk edhe përgjigjen se jale mundësis to, atëherë po e bëj një pyetje shtesë, pse humbim mandatin e tretë në të gjitha sondazhet që i kanë bë tek e pas mandatin e tretë në 2 javët e fundit. Pse humbëm? Po. Pse humbëm mandatin e tretë? Po. Këtu janë interpretime, kuptohet. Ku i keni pas defektet, e keni pas sigurt, Shiko. e keni pas gati 2 muaj ditë mandatin e tretë gati në xhep. Ku mund ta kemi humbur? Ju e dini shumë mirë që të parashikosh në sondazhe forcat e reja politike është me vështirë, gjë me vështirë. Gjë me vështirë është të parashikosh numrin e votave apo përqindjen e votave që do marrë një forcë politike e cila nuk ka marrë kur vota më përpara. Kjo është gjë me vështirë për të bërë. Sepse votuesi ndikohet në momentin e fundit nga shumë elementë. Dhe elementi më rëndësishëm është çdo votues që ka dhënë për herë të parë votën për partinë Mundësia. Në Tiranë jemi pothuajse mbi rreth 6% në Tiranë, në Bashkinë e Tiranës, ka votuar më përpara një parti tjetër. Dhe kështu që duhet vendosi të shkëputet nga partia e vjetër që ka votuar dhe të kaloj dhe të japi besimin një partie të re. Dhe mendoj që në këtë momentin e votës, kur kalon nga, le themi, dëshira apo nga premtimi. Po flas për 9.000 sa vota që i ke humbur në 2 javët e fundit. S'paku kështu, ajo që vota perceptive po thonë. Po këtë po them, unë mi këtë tani doj interpretime, se asë unë as ti nuk e ditë vërtetën, nëse ti ke ndonjë të vërtetë. Perceptive është, po. Perceptive, dakor. Unë thjesht po them, mendoj që një pjesë e elektoratit mund të ketë vendosur në moment fundit, mund mos të ketë gjetur bindjen, forcën, apo ku e di unë, për të vendosur për ndryshimin, një pjesë tjetër mund të jetë ndikuar edhe nga elemente të tjerë. Unë për shembull më kanë ndodhur shpesh që shumë veta më kanë thënë, shumë janë ata që kanë thënë të kanë votuar dhe të mbështes, por disa të tjerë më kanë thënë, shiko, nuk do kisha dashur shumë të votoja për ty, por babai, shoku, miku, është me këto element nuk i kishim. Çastet e fundit ka një premtimi, kapja. Kupton, është një gjë që polarizimi që ndodhet shumë i madh se dhe mund të jetë edhe polarizim. Do më thanë që ju Tiranën ose fushatën e Tiranë nuk e ke përdor elementin arkaik familjar që është Nuk e kemi përdorur, por e keni përdor elementin civil. Nuk e kemi përdorur. Ne kemi vendosur votat tona, kjo mund të jetë një gabim në fakt. Votat tona janë vota, janë vota të një mesazhi të qartë, pa populizma, pa premtime, pa më jep votën të jap të ta kthejnë deri në këtë mënyrë, në një mënyrë tjetër, pa faktor. Ne kemi zgjedhur mos të bëjmë pazar ose marrëveshje me faktor që mund na sjellin vota. Hyn kolegët e tjerë. Gjitha këto janë, por në fakt, pse kemi bërë të gjë? Kemi bërë qëllimisht. Sepse donim të kuptonim se sa na mbështesin, idenë ton, vizionin ton, nëse ti ke vënë re, besoj se ke vënë re, mesazhi ynë politik kanë qenë i qartë. I qendrës së djathtë, mesazhet tona kanë qenë të qarta dhe që na dallonin nga gjithë të tjerët, sepse donim të merrnin një feedback, të merrnin një përgjigje nga qytetarët, e përqafojnë apo se përqafojnë këtë ide, këtë vizion që ne kemi. Edhe pse ka menduar që e ke djathtë e qendrës, më fal. Djathtë e qendrës, është e qendrës djathtë, është e qendrës djathtë, nuk është e djathtë në kuptimin perëndimor, është e qendrës djathtë. Gjua ka qenë e tillë.